Shumë i dashur Bacarifat, e nderuar familje Jashari, e nderuar kryetare Kuvendit Zonja Agjiu, e nderuar kryeministër i Republikës Zoti Kurti, antar të kabinetit qeveritar, të nderuar ministra e deputet, ish president të Republikës, të nderuar ambasador dhe përfaqësues të misioneve diplomatike në vendin ton, familje të dëshmorëve, shoqata të dala nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, kryetar të komunave, përfaqësues të institucioneve qendrore e lokale, shumë të dashur qytetar të Kosovës. Marsi që në mitologjin e lashtë simbolizon të luftën dhe guximin, ishte muaji i përballjeve, të cilat vendosën drejtimin e historisë sonë. Pikrisht më 5, 6 dhe 7 mars 1998, në zemër të Prekazit, historia jonë mori drejtim të ri. Këtu qëndresa, sakrifica, heroizmi dhe ardhmja jonë në një vend. Në bedenat e kullave në Prekaz qëndroi komandanti legjendar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Adem Jashari, bashkë me gjithë familjen e tij, duke zgjedhur sakrificën përpara përkuljes. Ata zgjodhën lirinë para frikës, e mbi të gjitha zgjodhën nderin para jetës. Në ato 3 ditë marsi u bë muaji i epopes dhe i sakrificës që ringjalli një komb të tërë. Familja Jashari u bë kala, ndërkaq kullat e tyre u bën flamur i përhershëm i lirisë sonë. Sot kur kujtojmë 5, 6 dhe 7 marsin, kujtojmë momentin kur Kosova vendosi mos të jetoj e gjunjëzuar. Prandaj 3 ditët e epopes janë histori e shkruar me qëndresë para së cilës përkulemi sot e do të vazhdojmë të përkulemi për gjithmonë. 58 shpirtra u bën dritë për një popull. Në ato ditë krisme e armëve nuk ishte vetëm zhurmë baruti, por thirrje për liri. Ky ishte kushtrimi që zgjoi Drenicën, Kosovën, mbar kombin, por po ashtu zgjoi ndërgjegjen e gjithë botës. Epopeja e marsit nuk është vetëm kujtesë emocionale, është akt themelues i Republikës sonë dhe moment kur pushka e qëndresës u bë zë politik i një kombi që kërkonte vendin e vet në botë si komb i lirë. Nga Prekazi nisi orteku i lirisë që nuk u ndal më. Nisi një frymë që u përhap në çdo fshat e në çdo qytet. Nisi një betim se kjo tokë nuk do të nëpërkëmbej. Epopeja është epike sepse buroi nga populli, nga pragu i kullave në Prekaz. E tillë ishte e gjithë ushtria çlirimtare e Kosovës, sepse pikrisht buroi nga populli. Dhe lufta që e bëri ishte jo vetëm e drejtë, por edhe e domosdoshme dhe do ta mbrojmë për sa të jetë jeta. Sot kur përmendim emrin e Adem Jasharit, komandantit legjendar të gjithë familjes Jashari, kemi në mendje frymën dhe thirrjen që na kujton se liria asnjëherë nuk është dhuratë, por është sakrificë. Shteti është përgjegjësi dhe flamuri që e personifikon atë është amanet. Familja Adem Jasharit nuk është vetëm simbol i flijimit, por edhe i dinjitetit të lartë shtetëror. Me heshtje fisnike dhe me një qëndrim të palëkundur, familja Jashari vazhdon të jetë aty ku e vendosi historia, në pjedestalin më të lartë të sakrificës për atë dheun. Të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm. Epopeja na mëson se kur një popull vendos të jetojë i lirë, asnjë forcë nuk mund ta ndalë atë. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, lufta e Jasharajve, nuk ishte vetëm betejë e një populli. Ajo u pasqyrua dhe u mbështet edhe nga miqtë tanë anë kënd globit. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës tek aleatët tanë evropian e shumë shtete tjera demokratike, ato qëndruan në krah të Kosovës duke na dhënë mbështetje në momentet më të rënda. Dhe pikërisht kjo mbështetje dhe solidaritet e bashkëdyzuar me sakrificën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës e bën të mundur kapitullin e ri të lirisë dhe të shtetit tonë. Por epopeja nuk ka mbaruar. Ajo vazhdon në secilin institucion, të secili ushtar i forcës së sigurisë së Kosovës, të secili polic që çdo ditë kujdeset për sigurinë tonë, të mësuesit që edukojnë këtë brez,
të mjekët tonë, e mbi të gjitha, të secili qytetar që punon me ndershmëri. Sa herë që dikush dyshon në forcën e këtij populli, mjafton ta përmend një emër, Adem Jasharin dhe familjen Jashari. Ata ranë për të ngritur një këmbë i tërë. Jemi mirënjohës përjetësisht gjithë familjes Jashari dhe gjithë burrave e grave të UÇK-s të cilët i dolën Zot atë dheut dhe ranë për lirinë e tij. Me kujtimin e herojnëve dhe të kaluarës son, me kujtimin e gjithë martirëve që ranë e u flijuan për lirinë tonë, ne afirmojmë edhe të ardhmen. Kosova ka mësuar se liria kërkon vizion, vendosmëri dhe mbrojtje të vazhdueshme. Secili qytetari ynë është partner i këtij projekti kombëtar. Çdo vendim i drejtë dhe i mençur forcon themelet e shtetit tonë. Prandaj kemi detyrimin kombëtar e moral të transformojmë kujtesën tonë historike në vizion politik e zhvillimor. Në Kosovë të fuqishme, ku vendimarrja strategjike dhe integriteti institucional sigurojnë prosperitetin e brezave që vijnë pas nesh. Ky është amaneti i epopesë së UÇK-s. Të vazhdojmë ta forcojmë shtetin për të cilin ata dhanë jetën, shtetin ku memoria kombëtare shërben si udhërrëfyes për një të ardhme të qartë, të drejtë dhe vizionare. Zoti e bekoft familjen Jashari, simbolin më emblematik të shtetit e të kombit ton. Zoti i bekoft të gjithë dëshmorët e UÇK-s, të gjithë martirët. Zoti e bekoft Republikën e Kosovës. Ju faleminderit.